Pasi kanë hyrë në banesën e dy vëllezërve Resmi dhe Danet Oraj në Llakatun të Vlorës, rreth orës 3:30 së hënës, dy grabitësi të veshur kokë e këmbë të zeza, të maskuar dhe me armë, kanë kontrolluar katin e parë të godinës Dykatçe, por veç dy prindërve të moshuar që jetonin aty, të cilët i kanë lidhur nuk mundën të gjenin asgjë tjetër. Teksa janë drejtuar katit të dytë të banesës, grabitësit janë përballur me një prej vëllezërve, Resmi Oraj, të cilit i kanë bërtitur. Ndal, jemi policia. Detajet tregojnë nga vetë 36 vjeçari, i cili mori një plumë në këmbë me pistolet silenciator dhe disa goditje thike gjatë përleshjes me grabitësit. Dy veta më erdhën dhomë. Ishin të maskuar? Të maskuar. Kishin armë? Me armë. Çfarë ju thanë? Mos lëvizit, thasë do qëlloj, jemi policia, tha. Mos bëni asnjë lëvizje. Po pastaj çfarë ndodhi? Mu ngritën fëmijët na gjomi. Unë ngrita pastaj koha shumë e njëri në atë që më erdi me thik. Ai më qëlloj tjetëri me pistolet. Po pas kësaj pastaj doli vëllai na dhoma tjetër, sa doli ai na pera qëllon ata. Pasi ka dëgjuar zhurmë dhe zërin e vëllait, ka dalë dhe Danet Oraj, i sapo kthyer nga Greqia së bashku me bashkëshorten dhe dy fëmijët e vegjël, i cili plumin e ka marrë në kokë dhe fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Kam qenë në Greqi, tani jemi kthyer. Sa ku keni qenë kthyer? Unë kam ja 2 vjetë që jam kthyer me familje, kurse Brazeri tani ka ardhur. Ka ja 1 muaj që ka ardhur. Jemi policia, mos loni se do qelloj. Policia e Vlorës ka shoqëruar 11 persona dhe ka bërë disa kontrolle banesash për ngjarjen, por deri tani nuk ka asnjë të arrestuar si dyshuar për grabitje në emër të policisë.